I spau, e të më spau. Më qoj një mesazh, Haslan, mbledhim vota, bëjmë vota. Unë i dash telefon, tha mu, Haslan, edhe ma myllu telefonin. Pse? Mu ma myllu telefonin se unë i njeroj. Kam gojt, flas për të prandjokil politik. Ke fuqi, ke pushtet. Por rasit të mija arrestimit e Erion Veliaj, si e ke parë, si nuk kemi takuar më? Po, përsa i përket arrestimit të Zoti Velia, nuk është diçka e çuditshme. Pse çuditen gjithë ta? Pse interesohet kryeministri për atë fëmijën e Erion Velis? Që i thot nuk ka kush e çon në shkollë, apo në kopësht. More kryeministër, more hajvan. Jo, se kujdes, është ministri i Shqipërisë, jo. Është duhet të farë unë për të punë. Unë ka bërë për këto palaqët. Të mërë hajvan. Po kur ti... Na fal. Jo, nuk për... Absolut nuk këj falja. Hajvan ke qenë. Hajvan metësh. Po ti kur ke arrestuar njerëzit të pafajshëm. A kemi nu për fëmijët atyre? Për një gardh, për një qati, për një lidhje korrenti. Pse s'ke menu ti për këto fëmijët se kush i man, kush i trajton dhe kush i çon në shkollë apo në kopësht. Po qa halën e Erion Velis që u gjetë miliona euro për brek. Për brek. A ka bloku kisheshin krejt? Jo, sa të marroj gë. Minutazh, a ka minutazh? Hajde pak unë edhe Pse qa ka? Jo, duhen që të flasin edhe kemi disa njerëz që po pret. Edhe 2 minuta. Të flasim pra, si 2 minuta. Boni gjysore. Bëj gjysore. Po ja, Për parlament. Mbaroj. 5 minuta ka parlament. A ka mundësi? Dhe mos e lejë njerëzit me fol, me shka me fenduat. Dhe nuk... është mendim i lirë, për gjithë se cilin si... Unë kam mendimin tim edhe ty nuk pse ti imponohemi dhe ne... Ti fol qatë dush. Me shka, jo. Me shka nuk... Ti fol qatë dush. Po, vazhdojmë edhe 2 minuta. Fol qatë dush zotri, thashe njerë. Ti... Tu nuk ka imponim si... Mos më... Kur s'më nga luën në Verhoxha, do me lështi mu. Verhoxha, se nuk ju ke afrua si kilometër, se e t'ki prejnë qafë. Hec me zotri se s'di gjoti, po hec. Po shaj thash njerë, zoti. Po s'di gjoti se te ke hangër. Hajde pak nuk tesit. Zotri, Halë që ke, thash. shif halin datë. Vazhdojmë, ishim ke... Do me prit. Për atë keqardhjen që ka Edi Rama për djalin e Erion. Keqardhja e Edi Ramës. Kur pse serdi ty keq me ato fëmijë që ti i le rrugëve. Pse kanë bëj gardh, pse kanë bëj qati, pse kanë bëj shtu, edhe ti ke fut burg baballat atyre. Pse s'ka ardhur? Mirë, e kuptoj këtë pjesë, por realisht Erion Velia është i fajshëm apo jo? Se këtu tani përplasja është orientuar, por orienton që ka një përplasje personale midis soldatos. Erion Velia këtij popullit i ka borxh. I ka borxh. Aq para, aq pallate, aq vila që ka ngjetë Erion Velia me parat e këtij popullit. Ka ndalur dhe mbjellja e pemëve, nuk po vazhdojnë ato mbjelljen e pemëve. Ai thot 1 milion e ca pemë, nuk e ku janë ato 1 milion. 2 milion. Ku janë ato 2 milion? Shohim, ku janë? Unë nuk shoh 2 milion. A do dënohet mendoni se do të dënohet sa vite mund dënohet? Për më duhet dënohet. Asa ta shohim të arsyeshme gjykata. Po. Në qoftë se prokurori man një qëndrim nga frika, nga presioni e Edi Ramës apo dikuj tjetër, këta pasaj ndryshojnë punët. Do thotë që ky shtet nuk është më për këtë punë. Po, Edi Rama ka qenë që e vlerësonte Spakun dhe thoshte që është institucion i pavarur. Sot tani është kthyer. Po të rish veshin Altin Dumanit, Spakut. Altin Dumani dhe ka qenë krahun e Edi Ramës. Po. Pse deshte Edi Rama? Tashi që ka filluar arrestimet në mas, që ka më i keqi, më i poshtë edhe më i pambrojtur në shteti. Unë mendoj që këta duhen të futen gjithë në burg. Kush e ka rradhën tani? Se janë fut, Ilir Meta, president. Për mu të shi rradhën duhet ta ketë Edi Rama. Edi Rama. Prandaj bën edhe Edi Rama kështu sot. Duhet ta ketë Edi Rama, se këto pallate që shefti këtu, shefti,
Si e ka me pallatin, si pallati është zhvillim. Lodhëm. Ta pallatet që janë këtu. Do me ne kësolla ka, pas po pallate, me ne kësolla me lopën. Tu pallati no, είναι kompania. Këto pallatet tu bën me tatimet e popullit. Ku kanë shku të leket? Po. Do me ne kësolla. Pse s'bën këto pallatet në Zvicër, në Gjermani apo diku tjetër? Pse s'janë bërë to? Se këto flasin. Unë për mua, Rama duhet të arrestohet bas Veliu. Unë këtë menim. Po Berisha tani, duke parë që rën Velinën plasin brenda. Edi Rama thonë ju e ka rrallën, tani Berisha duket që është më favoriti për të rikthyer në shtep. Berisha për pak kohë do kthehet edhe ky kundra çdo gjë. Do kthehet edhe në Burg? Burg nuk e fosi do të ka nga mosha. Por për me lënë të lirshëm është vështirë. Po si përshë situatën për ta përmbledh tani, për ta mbyll? Unë situatën e shoh shumë delikuar, edhe këto që jam mbledh rreth PD-s, këta të rreth PD-s e mbledhur të hajnë një kock, të lepin një kock, Po gjithë i apo diçka. Gjithë so janë. Gjithë so janë. Tu nuk ka as i politikan. Të hikin gjithë to, të vi Breziri, ta maj Breziri, gjithë partitë gjithë to batanit e vjetra. Që batanit e vjetra këto? Të janë vjetra, më. Sali Berisha dash qënë to. Adriatik Lapaj, Endre Shabani... Endre Lapaj, ke pa dhe gjë kush është... Të gjithë janë të interesit, të gjithë janë të përlyrë. Për mua. Po t'ja lejmë po Edi Ramës, thoni? Për mua këto duhet largohen urgentisht. Ta marrë Breziri, fusit dorë, edhe të ngrej këtë shtetë. T'japi prakraje të rive, të kenë një punë, të ketë një vend, ku të shkoj, e qatë bëj. Më thuj të rritë që i kanë tu, po rrinë kafe. A kanë punë të rritë? Them për trit, për shkolluar. I nuk them unë që për trit që nuk kanë shkollë. Pse dhe këto që shkojnë punojnë ndërtim shkretit. Edhe për këto më vjen keq, mu. Edhe për këto që më vjen keq, se këto e kam thirrur të zotëri, se ka thirrur. E kam thirrur thash. E kam thirrur thash. E kam thirrur thash. Rri, ja se mbaru. Nuk edhe këto që për ndërtim. Këto pronarë që nuk e japin leket furmujit. Me qa majnë të kalamajtë? Qa u shenë nga familja? Të thotë që s'ka ligjë, nuk ka norma. Unë këto kam. Zotë Eslan, unë të falenderoj shumë. Edhe unë të falenderit. Takohemi sërish.